Fatlumin direkt, atëherë Fatlum, cilat janë të rejat nga Zveçani? Pse ka ndodhur ky evakuim, a dihet dhe a ka persona, pse ka ndodhur në fakt ky shpërthim dhe a ka persona të cilët janë të dyshuar? Përshëndetje Kaltrina dhe kushtrim, po lajmërohem këtu nga hapësirat ose balkoni i postës të Kosovës në komunën e Zveçanit dhe siç mund të shihni edhe nga pamjet e operatorit pajtim Bejtullau, zyra e postës së Kosovës e cila është hapur rishtazi këtu në qytetin e Zveçanit ka qenë cak i një sulmi me 2 granata dore mbrëm, pra pas mesnatës rreth orës 12:20 ose 00:20. Ajo që dihet deri tani është se kanë qenë 2 granata dore, e para ka shpërthyer me njëherë dhe pastaj policia kur ka ardhur në vend ngjarje ka gjetur edhe granatën e dytë të dorës dhe ka kryer një shpërthim të kontrolluar, pra me që rast është dashur të largohen edhe një pjesë e banorëve që jetojnë dhe kanë banesat e tyre këtu në afërsi të zyrës së postës së Kosovës. Për momentin brenda zyrave të postës së Kosovës këtu në Zveçan janë edhe përfaqësues të ndërmarrjes Posta e Kosovës, cilët kanë ardhur nga Prishtina për të parë dëmet që janë shkaktuar në zyrën e hapur rishtazi. Dhe afër zyrës normalisht po qëndron edhe policia e Kosovës dhe mund ta shohim edhe në pamjet e operatorit pajtim Bejtullau. Sigurisht njësitë policore tani po qëndrojnë këtu dhe ka edhe njësitë të tjera dhe për pjesëtar të policisë Kosovës brenda cilët po kryejnë hetimet, pasi këtu ka edhe kamera të cilat mund të përdoren për identifikimin e të dyshuarve për të kthyer tek pyetja jote në fillim, Kaltrina, pra nuk ka informacione për të dyshuarit, por me që këtu janë të paktën 2 kamera të sigurisë, kjo mbase mund të lehtësoj punën për policinë e Kosovës dhe institucionet tjera shtetërore për gjetjen eventuale të dyshuarve lidhur me këtë rast. Po, Fatlum, faleminderit për gjitha këto informacionet të cilat na i sjellen nga Zveçani, po shpresojmë edhe ne që të dyshuarit do të arrijnë të kapen edhe fal kamerave të sigurisë.